Përshëndetje miq të Radio Singjallja, si çdo javë jemi takuar në studio bashkë me Miron Çakun. Miron, të falenderoj. Do flasim sot për ikonat, Miron. Cili është kuptimi i ikonave? A janë thjesht një art fetar apo një pikturë e zakonshme? Me që jemi në të dielën e parë të jemi në javën që mbas të dielës ortodoksisë, që është një ditë e veçantë në kalendarin liturgjik dhe sidomos në këtë periudhë kreshmore, të kreshmës së madhe, është një oazë që na jep pak gëzim, sepse do dim që kreshma ka të periudhën e pendesës të zis, por kisha ka vendosur dhe të dielën e ortodoksisë si një ngjarje historike, që siç e dim në shekullin e 8 nga perandoresha Theodora dhe patriarku Metod u risollën ikonat në kish mbas një periudhe 100 vjeçare që ato u sulmuan padrejtisht nga një herezi, duke filluar nga perandorë në bashkëpunim me patrik, episkop, heretik, që shikoni ikonat si idhuj. Këta quheshin ikonoklastët. Por më në fund, në sinodin e 7 ekumenik, që u bën nga perandoresha Irena, kisha e tha të vërtetën dogmatike në lidhje me ikonat, që ikonat nuk janë idhuj, janë mjete të shenjta, të shenjtëruara, që përhapin ungjillin ashtu siç përhapet dhe me fjalë. Dhe janë mjete katekizuese për të pashkolluarit, domethënë ata njerëz që nuk dinin atë kohë shkrim e shkëndim, dhe janë të domosdoshme sepse na japin të materializuar doktrinën themelore të kishës që fjala u bë mish, pra biri i Zotit u bë bir njeriu, siç thotë te ungjilli sipas Johanit, dhe pam lavdin e të vetëm lindur bir të Perëndis. Dhe prandaj kisha qëndroi tek ikona, sepse nëse ne do të ishnim ikonën, atëre mishërimi i fjalës do ishte një fantazëm dhe binte poshtë gjithë doktrina. Por dhe diçka tjetër, për të ardhur dhe tek përgjigjja e pyetjes tuaj, ikona shenjtëron shikimin. Ne dimë që qenia jonë njerëzore ka 5 shqisa, dhe një nga shqisat kryesore janë syt. Dhe ne marrim një informacion gati 80% dhe marrim vetëm me shikimin. Atëre është shumë e rëndësishme që syt tanë të marrin pjesë në adhurim. Si marrin pjesë në adhurim? Duke parë një imazh të shenjtë, duke parë fytyrën e Krishtit të lincës të angjëve shenjtorëve. Shën Joan Damaskini, që është një nga mbrojtësit më të mëdhenj të ikonave, si një nga të grupit të madh të ikonodulve, ata që mbrojtën ikonat bashkë me Shën Theodor Studitin, ai thoshte që i padukshmi Perëndi është i pamundur që të ikonizohet, por kur Perëndia i bë i dukshëm në birin e tij, pra ne mund t'i ikonizojmë në fytyrë atë. Pra, fytyra e Krishtit është jo thjesht një imazh i krijuar nga fantazia jonë. Pavarësisht se ka kaluar shekuj, ai ka ardhur deri sot në formë stampimi, rikopimi mund ta themi, sepse tradita na thotë që fytyrën e parë Krishti e la tek Shën Veronika. Shën Veronika është ajo gruaj që shkoi që u shërua nga hemorragjia. Dhe kur Krishti vajti në Golgotha, ajo i çoi një peshqir që të fshinte djersën dhe gjakun, dhe në atë peshqir mbeti fytyra e Krishtit. Kjo është ikona e parë që na i la Krishti, imazhin. Ky imazh ka ekzistuar shumë kohë, por u mor nga Konstantinopoli, nga kryqëzatat, dhe nuk dihet sot ku është ai imazh. Kemi edhe një tjetër imazh që sot është i prekshëm, është studiuar, është sindoma ose qefini i Krishtit. Ne dimë që kur Krishti si njeri vdiq, atë e mbuluan me qefin, me një çarçaf, që themi, prej lini dhe vendosën në varg, Josifit nga Arimathea. Ky qefin është trashëguar që nga ajo kohë dhe sot e kësaj dite, ka qenë në Konstantinopol, u mor nga kryqëzat dhe sot është në Torino, dhe aty kemi jo vetëm fytyrën e Krishtit, por gjithë trupin e Krishtit në negativ. Në momentin që Krishti është ngjallur, ai ka lënë të gjithë staturën e vet dhe pamjen e vet në negativ. Sot, me anë të teknologjisë, ai është kthyer në pozitiv. Pra siç kemi një negativ të një aparat, nëse i them një filmi fotografik. Dhe ka dalë fytyra e vërtet e Krishtit. Ekzaminimet shkencore tregojnë që vërtet ky qefin është 2000 vjeçar, nuk është diçka e sajuar, e pikturuar. Dhe po të shikojmë ikonat e Krishtit,
ka një ngjashmëri të fytyrës së tij, të staturës, sepse ikonografia në Kishën Ortodokse është një traditë apostolike, e ka filluar Ungjillori Luka, i cili ishte edhe ungjillor, pra ishte edhe piktor, kishte edhe mjek, po kishte edhe aftësinë për të pikturuar. Ai ka bërë ikonat e para të hylincës, që ja çovi asaj për bekim. Dhe ajo i bekoi ikona dhe tha, hiri biri tim që është tek mua, qo dhe këto ikona. Dhe ka bërë rreth 70 ikona Shën Lukaj, disa për tyre janë dhe sot e kësaj dite. Ku ruhen? Njëra për shembull ruhet në një ishull në Malin e Shenjtë, në vende të tjera, pra dihen kush janë këto ikona dhe janë mrekullibërse. Pra shfaqin veti të mbinatyrshme. Prandaj quhet edhe aty ndodhen dhe mrekulli dhe shërime. Dhe pra tradita apostolike na ka sjell ikonografinë, e cila është zhvilluar me kalimin e kohës. Dhe thash, fytyra e Krishtit sot vazhdon e njëjtë sepse ka kanone të rrepta në mënyrën si bëhet fytyra e Krishtit. Prandaj nuk kemi piktura si mund të them piktura fetare, por kemi imazhe të shenjta të riprodhuara sipas disa rregullave dhe kanoneve strikte të ikonografisë. Ne kemi ikonografë shqiptarë? Patjetër që kemi. Ne kemi pas një traditë shumë të lashtë dhe kemi bërë dhe emër, kemi lënë gjurmë në ikonografinë botërore fras të Kishës Ortodokse, siç ishte Onufri e tjerë. Por kemi dhe sot e kësaj dite, sepse kjo është një traditë kishtare që është një dhuratë e hirit Shpirtit Shenjtë që nxjerr dhe nxjerr ikonograf, se nxjerr për shembull teolog, psalt, domethënë të gjitha këto që funksionojnë brenda si tema adhurimit kishtar. Dhe është shumë e rëndësishme kjo, dhe diçka tjetër, ikona është një imazh i shenjtë, një mjet liturgjik që na ndihmon të bashkohemi me Zotin, dhe duhet ta dish ta lexosh një ikonë. Si ta lexojmë? Për shembull, un kam marrë këtu një ikonë të shenjtë Vigjeres Zonja Shëmari. Po ta shikojmë këtë ikonë, imazhi është te një grua, por nuk është një ai që ka bërë këtë ikonë nuk ka marrë një model të një grue të zakonshme. Siç është një pikturë fetare. Që filloi në shekullin e 15 në Perëndim, edhe me artistë të mëdhenj, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafaele e tjera. Por ikonografët nuk marrin një model natyral. Është një fytyrë e stamposur, që vjen deri sot, dhe fytyrën e parë të Vigjeres Marie ka bërë Shën Lukaj. Pra ai e ka njohur atë. Dhe kjo është një fytyrë që pothuajse në çdo ikonë është e njëjtë. Por, përveç se kemi fytyrën të njëjtë, kemi edhe në mënyrën se si bëhet kjo ikonë. Duke filluar edhe nga pamja, duke filluar edhe nga ngjyrat, duke filluar edhe nga simbolet. Gjithmonë, ikona e Vigjeres Marie në Kishën Ortodokse është e tillë, ajo shfaqet vetëm një rast poshtë kryqit, gjithmonë shfaqet me Krishtin. Duke mbajtur dhe duke drejtuar me dorë, që do thënë ky është birim, shkoni te ky. Pra, ajo nuk e kërkon si them që njerëzit të përqendrohen tek ajo, por ajo është një ndërmjetuse te Krishti, dhe Krishti është tek ati. Dhe paraqitet e mbuluar me një rrobë të kuqe. Rroba e kuqe është rroba e hirit. Pse i themi ne me përshëndetjen e kryenjë gëzohu o hir plote, Zoti është bashkë me ty. Dhe brenda saj ka një tjetër rrobë të brendshme, ngjyrë jeshile, ose blu, që është simboli i krijesës materiale ose njeriut. Pra, kemi dy ngjyra që janë gjithmonë. E kuqja, që është mbuluar me hir, dhe pjesa njerëzore që është brenda. Po të shikojmë, ikonat e Vigjeres Marie janë me 3 yje në Kishën Ortodokse, një në bazë dhe 2 anësh. Kjo tregon një doktrinë që si themë saksionoi dhe sinodi i 5 ekumenik, ja është Vigjeres para lindjes, Vigjeres në lindje, Vigjeres mbas lindjes. Këtë jep kjo simbolik. Plus ka të shkruar Maria Theotoko, është Maria Hylindësja, siç i tha edhe Shën Elisabeta në Ungjill, kush jam unë që të më bëj vizitë nëna e Zotit, dhe paraqitet domethënë në këtë formë, dhe duke mbajtur Krishtin si fëmijë, por dhe Krishti si fëmijë është i rritur në fytyrë. Sepse ai nuk mban një fëmijë si gjithë fëmijët, po mban
birin dhe fjalën e Perëndis të pakoshmin, i cili u fut në kohë dhe u bë njeri si ne. Prandaj ikonografi ose si thënë tradita e kishës për na dhënë këtë mister të madh që Krishti ishte përpara se të bëhej njeri, e paraqit një fëmijë me pamjet të një të rrituri. Dhe të gjitha këto pra ne na shfaqen brenda kësaj ikone. Ose kur kemi ikonën e Krishtit, na shfaqet fytyra e Krishtit që thash gjithmonë ai është me zakonisht në kishën ortodokse është me flokë të kuqëremët dhe të kapura bisht. Pse? Sepse ishte Nazarin. Nazarin do të thotë i përkushtuar të Zotit dhe i virgjër. Dhe diçka tjetër paraqitet gjithmonë me aureolën. Po spati aureol, një fytyrë e Krishtit nuk është Krishti, është një fytyrë të një burri, dhe aty në aureol ka shenja e kryqit, që është shenja e birit njeriut, ka inicialet OON, unë jam ai që jam, ose alfa dhe omega, fillimi dhe fundi. Paraqitet Krishti me dy rroba gjithmonë, të kuqe dhe jeshile, që janë dy natyra hynore njerëzore, dy vullnete, dy energjit të bashkuara pa përzira, paraqitet duke bekuar në emrin e tij, Isu Kristo, që bekojnë edhe klerikët, paraqitet dhe me ungjillt që thotë unë jam drita e botës. Pra, këto janë në pak fjalë mënyra se si paraqitet figura e Krishtit dhe shëmërisë në kishën ortodokse. Në qoftë se këto figura nuk i kanë këto mënyrë paraqitje, element, ngjyra dhe simbolika, nuk janë Krishti dhe shëmëria. Këtë shikojmë tek pikturat fetare. Pikturat fetare, që tham fillojnë në kohën e rilindjes, nuk i patëm këtë gjëra sepse filluan të devionin nga kanunet kishtare dhe t'i drejtoheshin natyrës. Edhe diçka tjetër që është shumë e rëndësishme për ata që duan të lexojnë ikonën, shikonin se drita nga ikona nuk është natyrale. Që do të thotë, nuk vjen siç vjen nga jashtë një burim dritë e dielli që krijon atë dritë hije. Por drita është nga brenda. Pra ikona buron dritë nga brenda, ndryshe nga natyraliteti. Dhe natyra mishore e fytyrës, e trupit, është e stilizuar, i themi ne, pra është jo mish i rëndom, sensual, por është një materie e transformuar në ngjashmëri me Krishtin, ose atë që themi ne theosis, e hynizuar. Këtë ne paraqit imazhi i ikonës. Ndryshe janë pikturat fetare. Pikturat fetare paraqisin edhe figurën e Krishtit dhe shëmërisë, edhe pak të simbolika, në një lishmëri të autorit, por e paraqitin edhe si një njeri dhe një grua të zakonshme, edhe me një natyrë mishore, dhe çfarë ndodh? Kur një person paraqitet përpara një ikone dhe një pikture fetare, ka dy ndime të ndryshme. Përpara një ikone, ai rri me respekt dhe imponohet lutja. Përpara një pikture fetare, rri me admirim, i falenderon autorin që e ka bërë, dhe ndonjëherë në qoftë se kjo paraqitet në formën shumë mishore, mund të ketë ndihime mishore që janë si të bien ndesh me atë çfarë imazhi kërkon t'i japi ikona. Prandaj duhet pasur shumë kujdes. Kisha ortodokse ka qëndruar strikt dhe sot identiteti i kishës ortodokse, ndryshe nga gjithë poimet e tjera të krishterë heterodokse, jo ortodokse është ikonografia. Ky është identitet. Dhe kjo shpreh doktrinën e krishterë dhe atë që fjala u bë mish, por dhe transformimin e natyrës njerëzore gjithë krijesës në hynizim në Krishtin. Miron, me që jemi këtu, kam parë disa ikona që paraqitet Hylinë Mari, Zoti jon Jezu Krisht, edhe Josifi, por në moshë të re. Bëhet mirë që e hapët të temë, sepse kjo është një herezi e kohës moderne. Këto nuk janë ikone, janë piktura? Mund paraqitet në formë ikonografike, por nuk janë ikona korrekte. Sepse, për shembull, ikonografinë më përpara e bënin murgjit. Ose njerëz shumë përkushtuar. Sepse ikonografia është, ose ikonografia si prifti. Ashtu si prifti modelon trupin dhe gjakun e Krishtit me anë të lutjes, që bën altar, ikonografi modelon me anë të ngjyrave dhe të siluetave dhe konvencioneve. Pra ka mesazh katekizues.
Por nëse ti nuk e ke këtë formim, si do ta japësh? Por sot, edhe ikonografia është bërë pjesë e komercialitetit, do me thënë që ikonograf që kanë aftësi pikturimi, merren me këtë zhanër jo sepse ndjejnë shumë ikonën, por e shikojnë si mjet fitimi. Dhe këtu tani ka ndryshuar dhe çfarë bën? Ka përcejnë gardet këta lloj ikonografësh modern dhe japin imazhe të cilat nuk janë sipas doktrinës kishës. Dhe konkretisht, kjo quhet familja e shenjtë. Është një ikon që ka qarkulluar tani dhe Kisha Ortodokse ka bërë atë, si them, reagimin e saj dhe nuk e pranon. Pse? Sepse e para nuk kemi koncept në familje shenjtë në Kishën Ortodokse. Sepse Krishti nuk ishte pjesë e familje natyrale. Ai ishte biri i ishte edhe është biri i Perëndit dhe biri i Virgjeshës. Josifi është kujdestar. Dhe gjithmonë në ikonografinë ortodokse paraqitet më i vogël dhe më poshtë Virgjeshës Mari. Për treguar se ai nuk ishte asnjëherë një lidhje fizike dhe familjare me Virgjeshën Mari. Pavarësisht se në Ungjillin thuhen vëllezërit dhe motrat e Krishtit. Vëllezërit dhe motrat e Krishtit nuk janë bi natyral të Virgjeshës Mari, si thon heterodoksët heretik sot, po janë bi të Josifit me gruan e parë, sepse Josifi ishte një burr i ve në moshën 80 vjeç. Prandaj, gjithmonë në ikonat kanonike ortodokse, Josifi është një plak dhe gjithmonë i distancuar. Dhe asnjëherë një djalë i ri dhe aq më tepër në një qëndrim intimiteti me Virgjën Mari sikur e ka gruan e tij. Dhe kur bëjnë këto, kjo janë herezi, sepse lë shtek të vim të herezia që Josifi ishte një burr, si them, i Virgjeshës Mari në kuptimin natyral, jo thjesht ligjor, dhe kishte edhe pasaj dhe fëmijët e tjerë. Po këtu bien, kjo është herezi që mohon Virgjeshën zonë si Virgjesh, që tham, para lindjes, në lindje dhe mbas lindjes. Jo, mbas lindjes saj, sepse edhe kur lindi ajo mbeti përsëri Virgjesh. Pra, fjala kaloi nga ajo, por nuk ja prishi Virgjeshën. Ky është mister i kishës dhe doktrinë e kishës. Kështu që duhet pasur kujdes nga të tilla forma, të cilat janë herezi të kamufluara dhe duhet një sy, si them, një vigjilent për t'i dalluar dhe për t'i ndarë këto dhe mos t'i pranuar në nderimi që ne i bëjmë ikonat, sepse ne ikonat nuk i adhurojmë, ne i nderojmë, jo drasën edhe ngjyrat ose stampimin, por personin, imazhin. Dhe nderimi që i bëjmë ne ikonës nuk është thjesht t'i fërkojmë ose siç ndonjëherë bëjnë dhe njerëzit i hyri dhe Afrika mbas pandemisë, por është puthja. Ashtu si një person puth fotografinë e të dashurit të vet, të prindrit, të familjarit, të burrit, të gruas, fëmijëve, kështu puthim dhe ne ikonën. Dhe puthja nuk i drejtohet drasës në ngjyra ose letrës, po i drejtohet personit. Prandaj është ajo shpreha që themi dhe para gojët e pabesa u thafshin krejt që nuk e nderojnë ikonën tënde, që na u dha prej Shën Lukait apostëll dhe ungjillor. Për të kaluar tek një moment që do të ndërpreja në fakt kur tham për pjesën e familjes, domethënë Kisha Ortodokse çfarë thot për familjen? Sepse kur po flisnim për ikonën e Josifit, Kisha Ortodokse nuk pranon atë konceptin e familjes së shenjtë, që ishte, si them, Josifi, Virgjesha, jo familjen patjetër që dhe Krishti erdhi brenda në një ambient familjar për ta shenjtëruar familjen. Por Kisha Ortodokse është e kujdesshme në pozicionimin e Josifit me Virgjeshën Mari, që mos t'jepet ideja heretike se ata kishin një lidhje natyrore matërsore. Kuptove? E kuptova, po doja vetëm ta sqaronin pjesën e familjes. Miron të premteve në Katedralen Ngjallja e Krishtit mbahet himni akatist. Do na thuash rëndësinë e këtij himni? Edhe pse periudha e kreshmore është një periudhë pendese, e zishme mund të themi, zi për mëkatet, kupton, që na ndajnë nga Zoti. Gjatë kësaj periudhe Kisha ka vendosur çdo të premte himnin akatist. Është një nga poemat më të bukura lirike, artistike të Kishës dhe një nga mrekullit. Dhe vendoset që neve të kemi një takim personal me Virgjeshën Zonjën Mari.
që ta bëj më të gëzueshme këtë periudhë pendese, duke e përshëndetur atë me përshëndetje që tha kryeangjëlli Gabriel, gëzoj plote, Zoti është bashkë me ty. Kjo është një poem që është bërë në shekullin e 7, 626, kur qyteti i Konstantinopolit u pushtua nga avarët dhe nga persët. Perandori Iraklio nuk ishte aty, kishte dalë jashtë për luftuar, u shfrytëzua ky moment që të pushtoi Konstantinopoli. Në qytetin kishte mbetur një pakicë e vogël ushtarësh, pleq, grash, fëmijësh, por patriarku Sergji që ishte në atë kohë, atëre e pa që ishte e pamundur që ata të t'i bënin ballë kësaj mësymi që erdhi nga deti. Atëre ai mori një ikon që quhet Të meriton, aksionisti, është sot e kësaj dite kjo ikon në Malin e Shenjtë, e mori këtë dhe bëri një litani në të gjithë muret e qytetit. Dhe populli vinte nga pas dhe lutej. Por ndodhi një mrekulli, një tërmet në New York, që i mbyti anijet perse dhe çdo shigjet që dilte nga muret e qytetit shkonte në miq të armikut. Persët, një fuqi e madhe ushtarake, u tronditën dhe u pan të mundur, madje thuhet që pan dhe figurën e Virgjeshës Mari që mbronte qytetin dhe u toroqën të mundur. Kështu që e kuptuan që kjo nuk ishte një fitore njerëzore, ishte një fitore e Perëndis nëpërmjet Virgjeshës Zonjashë Mari, sepse ikona e saj u bë litani. Atëherë, që gjithë besimtarët që ishin atje u mblodhën dhe bën një agripni, i themi ne, një lutje gjatë natës dhe si them i dhan himne e Virgjeshës Zonjashë Mari. Këto himne u than në këmbë. Prandaj quhet him hakathist. Pra, të himnosh duke qëndruar në këmbë. Është një mënyrë adhurimi që kemi ne të krishterët ortodoks. Ka tradita ndryshme që thonë që e ka bërë Shën Roman Melodiosi, por e rëndësishme është që e kemi këtë poem kaq të bukur, është me 24 strofa, 12 tregojnë për lindjen e Virgjeshës Zonjë Mari, që solli Zotin Krisht, shpëtimtar, dhe 12 tjera për rolin ndërmjetues të saj. Është një nga lutjet më të bukura, më lirike dhe më të gëzueshme që ka kisha ortodokse, dhe në momentin që neve i drejtohemi Virgjeshës Zonjashë Mari me përshëndetjen e kryeangjëllit gëzoje plote dhe pastaj është dhe aleluja aleluja, çfarë ndodh? Asaj neve i japim këtë përshëndetje, por dhe ajo na përshëndet neve dhe na dhuron nga gëzimi që ajo ka. Pra, Virgjeshja Zonjashë Mari është modeli i përullësisë dhe i bindjes ndaj Zotit. Siç thotë atje, ja shërbëtorja e Zotit bë sipas vullnetit tënd. Por na thënë edhe neve, nëse ju doni që të merrni nga gëzimi im, që është një gëzim i përjetshëm, një gëzim më i madh se angjit, juve duhet më ngjani mua, të përuleni dhe t'i bindeni vullnetit hyjnor. Dhe çfarë aspirojmë neve të krishterët? Aspirojmë që në ardhjen e dytë të Krishtit, natyra njerëzore që do gjendet e shpëtuar në Krishtin, do jetë e ngjashme me Virgjeshën Mari. Sepse ne këndojmë për atë, ti je më e nderuar se kerubimet, me lavdëruar pa krahasim se serafimet, që pa u cënuar lindë fjalën Perëndi, me të vërtetë lind se ty të madh. Është qenia e krijuar nga Zoti më e gëzuar. Por këtë presim ta marrim dhe ne në Krishtin, në ardhmën e dytë të Krishtit. Prandaj është një oazë gjatë kësaj periudhe akathisti që thuhet çdo të premte, thuhen 4 pjesë dhe në të dielën para mbylljes së Kreshmës thuhet e gjithë akathisti dhe është një lutje që bën mrekulli. Miram, pse mbahet vetëm gjatë Kreshmës së Madhe? Jo, nuk është se mbahet vetëm gjatë Kreshmës. Tradita e kishës, sidomos dhe ajo lutja intensive që kanë në për manastire, kjo lutje thuhet gjatë gjithë vitit, në pasdarkën e vogël, mbas simboli besimit, mund të futesh akathistin, vetëm këto, si them, përshëndetjet, pa thënë ato strofat e tjera. Por mbahet në këtë periudhë, si thash, të premte, sepse përgatitemi për të shtunë dhe për të dielën, dhe na çlirojnë nga ajo e zishmja. Pra, ne kemi një gëzim hidhërim brenda Kreshmës. Dhe kështu që këto janë të alternuara me njëra tjetrën. Pse mbajmë Kreshën neve? Ne nuk mbajmë Kreshën që të mbetemi gjithmonë qyqar të qajmë të bajtojmë, por ne mbajmë Kreshën që nga pendesa dhe rrëfimi dhe korrigjimi të shkojmë te gëzimi. Dhe ky gëzim gjendet i plot te Virgjeshja Mari. Pra është ajo, si them, qëllimi që ne kemi. Pra të arrijmë te gëzimi i Virgjeshës Zonjashë Mari. Këtë gëzim na i tregon himni akathist.
dhe na nxit për të shkuar drejt atij gëzimi sipas modelit të Virgjëreshës Mari. Kjo është ajo që bën kisha. Të tregoj një histori shumë për ta konkretizuar sa e rëndësishme është të thuash himnin Akathis gjatë gjithë vitit. Siç e thash në pasdarkën e vogël. Tregoj një herë se ishte një pirat, i cili kishte bërë gjithë zezat. Por këta kapën një oshënar. E morën oshënarin, e futën në anijen e tyre dhe në një farë mënyre po i bën atë, si them, po e luftonin. Atëherë oshënari, shumë i qetë, i thotë më thirrni kryetarin tuaj. Vjen kryetari, i thotë ai më nxirr gjithë ekuipazhin tënd. Doli ekuipazhi. E ke të gjithë ekuipazhin? E pan ata jo mungon, tha, mungon guzhënjeri. Thirrë guzhënjerin. Edhe del guzhënjeri. Tani oshënari bën kryqin edhe i thotë, thuaj kush je ti? Ai u detyrua nga lutja dhe oshënar dhe kryqi dhe i tha, unë nuk jam njeri, unë jam një demon, tha, që kam hyrë në këtë anije, sjell nga kryetari im, që në qoftë se do ta dëgjoja një natë këtë kryetarin e piratëve, pa thënë përshëndetet e Virgjëreshës Mari, unë do të shkatërroja atë dhe anijen e tij. Po nuk e gjeta një natë pa e thënë. Dhe nuk munda dot. Atëherë ai u zhduk demoni dhe kështu edhe pirati u pendua dhe piratë tjerë u pendua dhe disa u bën murgjë. Ç'do të them? Një pirat shpëtonte edhe pse po keq se thoshte përshëndetet e Virgjëreshës zonjës Mari. Sa më tepër neve që besojmë të bëjmë një jetë virtueshme, do kemi benefite nga kjo përshëndetje, nga që i themi gëzojë plotë dhe thuhet që Virgjëresha zonjës Mari ka premtuar. Ai që mi këndon çdo ditë përshëndetjet, unë premtoj që do të jem një mbrojtëse e madhe në ditën e gjykimit. Prandaj kisha ne jep këto mjete, këto mundësira, siç është dhe ikona, siç është dhe lutja, për shenjtërimin dhe shpëtimin tonë. Miran, të falenderoj shumë për këtë bisedë, na shpjegove ikonat, na shpjegove himnin Akathis, do shikojmë misterisht javën e ardhshme. Shpresoj.